Vëllezër të dashur, sonte me lejen e Allahu xhaleshanu, temën që do ta shpalosi para ju titullohet Xhamati pyet. Xhamati pyet apo parashtron pyetje, kërkesa. E që nën kupton, sot është tema e lirë. Sot është tema e lirë. Me të vetëm qëllim e kam bë për disa shkaqe. Njëna prej atyre, edhe me të vërtet, nuk kam qenë i përgatitur sot për disa angazhime dhe preokupime të mia që kam pas, po edhe ka pak hise, disi edhe pak si me qëllim e kam lanë që mi lanë të lirë me pas pyetjet. Nga se ndonjëherë edhe mërzitni prej derseve dhe ligjërata të një pas njëshëm. Në njëri ka bezdisja, mërzia, plogështia, vetëm derse ligjërate, si kurse ai që kanë dëgjon ka nevojë diçka, edhe ai me tregu diçka, edhe ai me thonë diçka, edhe ai me shpalos prej mbërëndësinës vet. Jo vetëm se o gjatë fole, ndoshta neve nuk na intereson ajo temë çka paraqet para neve. Andaj ju tash mundi mu pregadit pyetje me parashtru, mesele, tematik, nëse e kërkon nevoja, mundi edhe me fona i sen, nëj porosi, nëj këshill, nëj nasihat, sikur që e thoj me çdo herë. Atë sa kanë hiso gjallartë në fe, edhe ju xhamati kini hisë në fe. Normal, duke i rujt ato linjat, vijat e juve, duke pas parasysh se xhamati jetë xhamat, ndërsa hoxha dhe imami jetë hoxh. Mirë po, kjo asesi nuk do me thonë se ju mos me pas disa drejta mi parashtru pyetjet. Edhe pse ka qenë zakon dhe traditë e sahabëve, ata nuk kanë parashtru shumë pyetje. Thot Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Abasi thot, më shumë se 13 pyetje sahabët në jetën e tyre, mrena shpallës nuk i kanë parashtru Rasulullah, më shumë se 13 pyetje. Nëse nuk e beson e thot, shfleton e Kuranin. Kuran që ka narë me konteksta pyetse, kur të pyesën o Muhammed për këta, thuaj, kur të pyesën për këta, ma shumë se 13 nuk mësh me gjithë. Jes e nuk e anil ruh, kur të pyesën Muhammed për shpirtin, kam parashtu pyetjen. Jes e lune ke anil khamër, kur të pyesën për alkoholin. Jes e nuk e anil mehid, kur të pyesën për menstruacionet, kur të pyesën për jetimat, kur të pyesin për plaçkën e luftës, ma shumë se 13 pyetje jo. A e dini pse? Nga fakti se kanë pas frikë sahabët, është një hadith e pejgamberit alayhis salam, ku ja tërheq vërejtën atyre që parashtrojnë pyetje të shumta, nësa pas asaj nuk kanë qëllim me punu apo me zbatu përgjigjen asaj pyetjes. Se nëse ki qëllimin me të vërtet, me përfitu, me largu ignorancën nga vetja jote, edhe me atë pyetje që merr përgjigjen ta zbatojsh, ajo nuk është e qortume, përkundrazi ajo kërkohet. Po në përgjithësi, globalisht nuk preferohet. Nga se, thot një hadith i Rasulullahit alayhis salam, nuk janë shkatruar popujt përpara neve, vetëm se pyetjet e tepërta edhe kundërshtimi i pejgamberëve. Keni dëgjuar këtë hadithin? E duke u nisur nga ky fakt, kanë pas frikë. Këtë hadith e ka thënë Rasulullahi alayhis salam, kur ka thënë, Allahu ju njerëz, Allahu e ka bë obligim fars haxhin me kry. I ka thënë njëri, ja Rasulullah, a njerë në vit, a njerë numër. Thot, Allahu xhaleshanu e ka bë obligim me kry haxhin. Sërish ka parashtuar pyetjet, a njerë numër, a çdo vjet. Mas 3 nërë ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu e ka bë obligim fars haxhin një herë në jetën e vet. E më pastaj ka thonë, keni kujdes, se nuk janë shkatruar popujt umetet përpara neve, vetëm se pyetjet e tepërta. Pastaj ngarkesa me informatën e turi janë kundërshtu me pejgamber, kanë bërë debate, polemika, e më pastaj janë bërë halat që janë shkatruar. Andaj thoshin sahabët, këshire, se s'kan parashtu në pyetje, thoshin,
menzi pritnim na vedeni beduin. Dikush nga fshatrave edhe të pyese Resulullahin për të një mesele edhe na përfitojmë duturi. Qëre, si sa të menqëm, qëre, kam pos dëshirë, ama nga friga, ndoshta, po henta i kërcënimi Resulullahit. Po të një të ko, kanë gjithë metoda dhe mekanizma tjera që me mësu diturien. Ne nuk thojna me bë dhe monopol hiq, vetëm se hoxha me të regu dërsh dhe ligjerata, e mos milon hapësirë dhe drejt gjematit dhe masës gjanë, që ata mi prashtur nevojët dhe kërkesat e veta, po të njëtën ko, edhe nuk jaloj me drejtën ekskluzive gjemati, që non-stop me prashtru, e pashton pyetje që pa onal, e më pastaj ndoshta fillon më ngrit më lart, duke dhënë edhe dërsh dhe nasihat, apo ndoshta edhe fetfa, që është edhe më rrezikshme. Edhe jo, andaj na thënë mesataria, mesi e artë, ma mirë se mes nuk ka. Asesi, s'ka shmërit janë qortume, qofaja s'ka shmëria që është radikale, ekstreme, qofaja tjeta që është liberale dhe tolerante. Mesi shmëj mirë. Andaj dhe shëriati Allah gjithë mund ka tek umetet më herët, kur ka prish ky balanci. Ka marrë kaj ose, qka? Kjo ana djatë ose ana majtë. Minjera Allah s.w.t. qënë të një pengamer edhe banë me satarin. Tash nuk ka më pengamer, asë dërgon me Allah pengamer, nga se pengamer jonë është i fundit, vula pengamer. Mirë po, her pasere, në gjdo 100 vjetë, Allahu Gjeleshanu si e ka një reformist, që banë reforma, mu gjetë ditë, ripërtri si fejeve, i ripërtrin disa shenja dhe simbole dhe parime, apo principe, të cilat janë zhduk në ato me. Jo rasish për shemëll, Sheikh Muhammed Nasurin Albani, Allah i ka që si ripërtresi i hadithit, nga se për para këti filloj mu anashkalu hadithi, asë e dishin njerët që është hadithi, peshen dhe vlenë hadithit, asë nuk dishin me dalu cilë është hadithi i vërtet, cilë është i dob, cilë është i tridhum, cilë nuk është i pranum. E jo rasish Allah o sirë, gjithmonë, ndodhë, humbët dhe një simbol madhështor në fe, fiku, Allah o qonë dhe një djetar që është faki, apo humbë dhe njerë gjihadi, më pasaj Allah e qonë dhe një lider, komandant i cili e në gjallë, kështu është aja, kur nuk leja, nuk e le që të tjertë apo gjahilat ignorantat, ata me udheq, apo me qeveris popullatën, jo, po gjithmonë të dishmit, edhe ata që kanë të devoshëm. Andaj, tash renin ju e keni, tash renin ju e keni, me parashtru pyetje dhe kërkesa. Aja shka ndjenin vetën e juve, pa turp, pa mare, se monin men, në diturin nuk ka turp, zane pas mare turp. A e dini pse? Ka qenë një djetari cili ka pasemen Mujahid. Mujahidi është tabin, mëzanë si Ibn Abbasit, një ndër komentator më të njohur të Kuranit. Ky ka thonë një fjalë, Ithnani la yata'allamani abadan. Dy njerëz asnjëherë nuk kanë shansa të përfitojnë dituri. Një, al-mutakabbir, mendje e madhe, o al-mustahi, edhe ai i cili ka turp dhe mare. Mendje e madhe çka thot? Une ta veti filanin. Çfarë buri ka ai me vetune? Kush është ai? Çfarë pozite? Nuk vet, se vetja ata. Kjo është bon, ka arë, rejni këtina, a i me dhonë gjeva përgjigje. Gjithmonë duke bo ka me një mësia, kjo jetë gjahil ignorant. Së mësuot, se dituria është el ilmu bi ta'allum, dituria është duke kërku, duke mësu, duke përsërit njëni tjetën diturien, si ke kjo mesele, si ke kjo qështja, si ke këto reglat, si ke këto etikat, si ke këto kushtat, edhe kështu më radhë. Edhe i dyta, që ke kjo, turpi, el mustahi, ai cili vjen turp. Çka thot? Unë nuk parashtroj pyetje se bamba kis di me përpilu pyetje na shprejen e më keshin këto shokët e mi. Jo ba, mos po gaboj ba. Ja be, s'ka be nevojë para tjetër, jo. Po jo, dhe ai plagët edhe jetë çka jetë ai? Gjahil, ignorant. Ndërsa gjahilin kena obligim me largu nga vetja. Nuk ka hisën tek besimtari në gjahili. Asesi, duhet çdo ditë një losjat, njëlla që kanë me gjajlet e njëronëzët duhet me largu pa tjetër, e shka aja bot me dituri dhe me ilm. Andaj ju e keni rallën, ajni duke kuptu ta shkoj kam qëllimin. Nëse nuk parashtroni pyetje, unë e pa tjetër kam ju parashtru pyetje dhe ata me emër thanë filani
eja këto dhe më përgjigjesh, pa tjetër. Mashallah, guximtar, që e vllai, urdhno. Tema e akides, po? Konkret. A në edhe kjo pyetje që ka lidhe me çështjen e imanit dhe besimit. A imani a konsiderohet, apo llogaritet, apo quhet besim valid përderisa nuk ka vepra dhe punë. Nga besimi dhe akidja e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit, ose imani apo definicioni i imanit është me besu me zemër, me shpreh me gjuhë edhe me manifestu me gjymtyra me vepër. Që quhet trekanç. Njëra pa tjetër nuk ban. Çdo sen duhesh ta besosh me zemër. Pastaj ta shprehsh me gjuhë edhe do mosh me konfirmu, me tregu me punë, se me muhabet nuk shkon. Ka thënë Hasan Basriu, lejse l'imanu bi temenni. Imani nuk është me shpresa, edhe me iluzione, edhe me muhabete. Mirë po imani është një sen, qka e beson zemra, edhe konfirmon dhe e tregon, kush e tregon? Puna, gjymtyra. Andaj, nuk ka shansa njeriu me qenë besimtar, i drejt, i mirëfillt, përderisa nuk ka vepra dhe punë. Apo, nësi muna me konsideru se dikush është besimtar i mirë, për mi njerë shikojmi me vepra, kjo a fal namaz, a merr abdes, a agjeron Ramazanin, a jep sadaka pa zeqat, a shkon në haç ky, a respekton prindrit, a lexon Kur'an, a çon për hir të Allahut, a bën dhikr kë njeri, a urdhron në punë të mira, a ndalon nga punë të këqija, edhe kështu me radhë. Imani do e mos me qenë me vepra dhe me punë. Mi po dhe kjo duhet një sqarim treguhet. Kur thojna me vepra, do e mos të bëjmë një sqarim pak, ma detale. Vepra po, mirë po, met edhe veprat kanë sqarim. I thuhet veprat ndahen në 3 kategori, në 3 grupe. Veprat të cilët janë të domosdoshëm, min sihatil iman, nga është vepër e cila është e domosdoshëm. Përbërse, vepër punë përbërse imanit. 2. Vepra që janë obligative, vaxhipe, mirë po, nuk e arrin gradën e shartit, apo sihatel që quhet pjesë përbërse, apo e domosdoshëm. Edhe 3 vepra që janë plotësuese. Mënin men. Argument për këta? Ka shumë fakte dhe dëshmi. Mjafton një hadith i Resulullahit a.s. që ka thonë pejgamberi i Allahut, imani ka 60 apo 70 deg. Më e larta prej tyre është thonja la ilaha illallah, më e ulta është largimi një pengese nga rruga, edhe turpi është nga imani. Shikoni këtë hadith në gjallë me vëmendje. Shahadeti është iman. Largu një pengesë prej rrugës, iman qenka. Turpi, marja, ndërgjegja, qenka, degë e imanit. Këto janë krejt veprat e imanit. Mirë po nuk janë këtë me një kategori. Interesant. Ne thamë se imani është me zemër, të shprehsh me gjuhë dhe të veprosh me gjymtyra. E ky hadith i ka përfshi këtë definicion. Çka tha, më e lartë është la ilaha illallah. La ilaha me çka bëhet? Me zemër, me gjuhë, me vepër. Normal se me zemër, ama me gjuhë shqiptohet. Ashtu? Largimi i pengesës prej rrugës, çka është kjo? A vepër? A e bëhet me vepër, me gjymtyr? Dhe një gur rrugës? Apo? Çka, çdo se çka i pengon, nuk ka vetëm dega apo guri. Çdo se çka i ju pengon muslimanëve apo njerëzve në përgjithësi rrugës, ti ta largosh është nga imani. Kjo është vepër. Edhe turpi çka është? Është një qenë që e mbrenqëm. Normal reflekton jashtë, mirë po se një mbrenqëm. A e kuptuat? E tash. Shahadeti është nga imani, largimi i pengesës nga rruga nga imani, turpi nga imani. Këto janë nga imani, mirë po nuk janë këtë me një kategori. A e dini pse? Nëse nuk e bojmë këtë ndarje, a këtë si selektim nëse i thojme, atëre muna me ronë 2 gradë
që janë kundërshtim me Sunetin. Ose dalmi nga pala tjetër që quhen Khawarij, grupi devijuar, edhe grupi tjetër që quhen Murxhit. Këto janë dy grupacione që kanë probleme në çështjen e definicionit të imanit. Andaj thona, ka vepër që është domosdoshëm. Këto janë temat shkencore. Këto duhet mësohen. Kjo është iman, akide, besim. Nëpërmjet këtyre gjanave njeriu ndërton edhe imanin e vet, edhe imazhin e vet. Ka vepër që është domosdoshëm. Cila pikë këtyre treve është e domosdoshëm? A mundi dukesh më tregu? Cila është domosdoshëm? La ilaha illallah është domosdoshëm. Mashallah. Për këtu e marrim i veshë shahadeti la ilaha illallah është vepër e domosdoshëm, pa ata nuk ban. Na thanë me largu një pengesë nga rruga është pjesë e imanit. Nëse nuk e largona një pengesë nga rruga, a kemi iman, as kemi iman? Kemi iman, ashtu. Mirë po imani është i mangët. Ma e nënkuptojmë se kjo qenë ka, qka? Vepër plotësuese e imanit. Po qofse e bane, e zbatove këta hadith, këtë pjesën, e largon një pengesë nga rruga, plotësot imani. Nëse ka qenë e mangë, plotësot. Nëse nuk e realizon, nuk i dal për imanit. Mirë po ki mangësina. Mirë po thuj shahadetin, nëse nuk e thuj shahadetin, a ki imana ja? Ja, është ashtu, me pajtimin e këtë detarve. Me një me automatizëm në nënkuptojmë, se thënja la ilaha illallah shahadeti është pjesë përbërse, pa cilën nuk je besimtar, nuk je iman, po nëse nuk e thu, jetë për gjithmonë në zjarëm, Allah në arrujtë. Mirë po, edhe kjo fjallë e Allah, i ka kushtet e veta, e cilën nuk ka vetëm, thënje goje, po e du të pas kushtet e veta, sikur që kanë thënë, një dietar El Munabbi ka qenë nga dietar të hershëm i selefit, kanë thonë, a nuk është la ilaha illallah çelësi i xhenetit? Ka thonë, po, është çelësi i xhenetit, mi po çelësi i xhenetit ka dhomë, nëse nuk i ka dhomë, nuk mundësh me çel derën. Ka thonë, çfarë janë çelësat e dhomat e asaj çelësit? Ka thonë, kushtet la ilaha illallah. Këto kushtet janë dhambët. Ti vend qelës, a me do qelës ta qelë derën e shtëpis, apo derën e duqanit, apo derën e xhamisë, ka enkas apo stafat, apo edhe shahadeti ka kushtet e veta. Njëna prej tyre është ta thuash këtë fjalën sinqerisht nga thellësia e zemrës. 2, ta thuash dituria mbi këtë fjalën. 3, apo bindja ndaj kësaj fjalës. 4, të veprosh sipas kushteve që i kërkon kjo fjalë. Qëre? To i ka vë 7 kushte, disa kanë thonë 8 kushte, për më një përpa e njërës, se shahadeti ka 7 kushte. E më të vesh, metë dhe pjesa qeter, edhe turpi është nga imani. Turpi është një çështje e mbrendshëm, nuk ka jashtëm. Ndërgjegja, marrja, turpi. E reflekton nga ana jashtëm, ama e mbrendshëm. Kjo është nga ana e mbrendshëm. Nëse nuk ki turp, a ki iman? Ki iman, mirë po imani shumë është e mangët. Andaj, më në men, e njerë, definicioni imanit është tek ehli suneti. Imani është të besojsh me zemër, mos harroni, të shqiptojsh me gjua, edhe ta praktikosh apo ta manifestojsh, dhe veprojsh me gjumtyra. Dhe se imani shtohet me punë të mira, me devotshmëri, edhe paksohet me gjuna edhe me harame. E nëse nuk e ki këtë definicion, ashtu sikur që ka prezentuar ehli suneti, keme dalë në dy skashmëri, ose të bësh Khawarij, Allahu na ruaj, ose bësh Murxhi. E ku kanë bë këto gabime? To kanë bë, nuk e kanë dhënë kuptimin e drejtë imanit. Ata kanë thënë Khawarij, çdo vepër është pjesë përbërëse e imanit. Çdo vepër, shahadet, largimi pengesës nga rruga, turpi, buzëqeshja, respektimi i koshijës, i musafirëve, to janë pjesë të imanit, ama ata kanë thënë pjesë përbërëse. Çka nuk kupton pjesë përbërëse, nëse nuk vjen me ata, nuk i iman. A'udhu billah. A e kuptuat? Kjo është një ekstrem në vete. Pala qetër, që quhen Murxhi, këto janë përballë këtyve, nga friga se mos po bimi si këta tjerë, kanë fillu, nuk i kanë shikuar në prizma Kur'an dhe Sunet. Ata vetëm nga emocionet kanë frikë, mos po muajmë si këto, atëre kanë mujtë emocionet dhe kanë thonë, jo, nuk është çdo vepër patjetër pjesë e imanit. Jo. Po ka thonë, është pjesë plotësuese. Çdo vepër çka e bën, ti ta plotëson imanin. Jo, kjo është gabim. Andaj na nuk jena as me të djatët, as me të majtët, jemi në mes.
Po ka vepra pa të cilët nuk konsiderohet besimtar njeriu, asnjëherë nuk fal namaz, asnjëherë nuk agjeron, asnjëherë nuk jep sadaka, asnjëherë nuk the kurban, asnjëherë nuk bën dhikr istighfar, asgjë nuk bën nga simbolet islame. Ti thuj kështu i vetëm musliman kështu? Kjo nuk është besimi i vërtet. Kjo është besimi i gabuar, monin men. Sa do të tjerë që mendojnë në prezentum. Gabim. Kjo është i atyre të cilët janë të devijum. Qoftë murxhi, qoftë xhawarix, qoftë çka tjenë në tjenë. A e sunetit do e mos me vepër. Mos flas me ka shumë argumente. Është e pamundshëm njeriu të beson me një sen, ndërsa nuk e zbaton ata çka e beson. Po, është një fjalë e Ibn Taymiyit, Allahu më shëroj, thotë, disa njerëz thotë, unë e besoj namazin, e besoj zakatin, e besoj haxhin, e besoj këta, mi po kur nuk falna, kur nuk e bëj këta, kur nuk e bëj këta, kur nuk e bëj, unë e pet jam besimtar, e kam imanin si Xhibrili. Ky këto janë të devijum. Edhe me argumente fetare, po edhe me argumente logjike. Argument logjike ka thënë Ibn Taymija, ja po ja sedhat një argument logjikës. Nëse thuhet një person, o filan, ti duke qenë në shtëpi, edhe është ndjes zjarri i madh të shtëpia jote, rreth për çak mureve. Edhe ky njeri nëse thot, ani, pe di, besoj pe fjalë ama, unë rri. Çka njeri nëse rri edhe nuk lëviz. Çka va bën me një? Çka ai beson fjalën atij personi nuk e beson. Po nuk e beson. Nga se instinkt është, nëse mendon se të lajmëron dikush se zjarri ka kapur shtëpinë tonë, edhe ti rri, ti ose i budall, ke nevojë mu trajtu dikun, vedeni më. Me çu atje, ose për ndryshe nuk konsiderohet. Andaj e pamundshëm nëse njeriu thotë, unë besoj Allahun, ditën e gjykimit, me laçet, librat, pejgambert Allahut, caktimin, namazin, zakatin, sadakajen, Kur'anin, xhihadin, këto i besoj. Mirë, po kush zot nuk bëjnë nga këta. Edhe kam imanin nisë sikur të Abubekrit, edhe sikur të juve. Kjo është gabim katastrofal në besim. Andaj pa vepra nuk ka iman. Mirë, po vepra do e mos të dallojmë. Sikur që thash, ka vepra përbërëse, vepra obligative, edhe vepra që janë plotësuese të imanit. Allahu e di më së miri. Pyetje tjetër. Po, shejtanët avdesin. Po, nuk ka dyshim. Edhe shejtanët vdesin. Ka thënë Allahu xhaleshanu në Kur'an, kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Nuk ka krijesë apo gjallësë që ka shpirt edhe merr frym, vetëm se ka me marr fund, vetëm se ka mu zhduk, vetëm se ka mu përfundu, vetëm se ka me skadu afati, ka me dalë të nga që dojnë roke, ashtu. Për pas që ka me met, ftyra e Allahu Gjereshanu do të mbete vetëm Allahu Gjereshanu, që nuk kupton edhe shejtanët, edhe gjinët, edhe melaqet, krejt do të vdesin. Nuk me Allahu Gjereshanu Gjelle Gjelalu. Kjo është një ndër argumenteve që na ban me di se edhe shejtanët vdesin. Janë disa gjana përveç Allahu Gjereshanu që ata nuk marrin fund edhe nuk zhdukën. Prej atyve është thuhet, jo thuhet po, hadithi vërtet e ka emrin Ajwa Dhem. Çdo kush për juve e ka në kuristu një ash të vogël, që aja nuk zhduket dhe nuk merr fund asnjëherë. Kur Allahu Gjereshanu, kur do të vdesë këtë njerëzit, edhe do të jenë avare, edhe Allah kur do të ringjallë, nëpërmjet kësaj i ringjall krijesat. Kjo njihet ndryshe me gjuhën bashkëkohore, sikur që i thuhet Cernakutia. E keni po kutia e zezë në aeroplan? Prishet aeroplani, ka bë çka? Ndeshje. Çka thot? Vetëm ai kutia e zezë nuk, çka nuk? Nuk shkatrohet apo. Ni afrim, ni passhërim. Sa do ja, a kjo asesi. Në përmjet kësaj na kena më kriju dhe kena më kanë sikur se kemi qenë. Sikur se kanë thonë mosbesimtar të kaluan. Sibre, Allahu ka fuqi dhe mundësi. Na ringjallë, sikur se kemi qenë. Jo, kjo në sen e çuditshëm, nuk ka shansa. Allahu Gjereshanu për mja konfirmu atyve që ka me ringjallë. E ata tjesh i bindur bile thot, ka me ringjallë bile ato vizat që janë te gishtat. Ashtu sikur që keni pas ju. Jo më ndryshe, atë afërsien me centimetra me krejt. Po se po profilin. Po dhe ata vizat që keni te gishtat, që kanë marrë tash edhe këto
Këto që miren me sektorin e shërbimit sekreteve, me ata të cilët bëjnë krime nëpërmjet gishtave dhe vizave, ja shikon se kush ka bërë krimin apo atë gjëna apo çka ka bërë punë. Kështu Allahu xhaleshanu. Andaj edhe njerë, edhe shejtanët, edhe xhinët do të vdesin. Kaj do të vdesin. Nuk met përpos Allahu xhaleshanu dhe disa prej tyre që ka përmend një kjo, e dyta kush nuk zhduket. A mund e dikush më të tregu? Kjo? Nuk di për ata diçka. Shpirti, ndëgjone shpirti nuk zhduket. Trupi po, ama shpirti asnjëherë. Më në men. Nuk vdes, ama nuk zhduket. Bravo, mashallah, kjo më mirë, nuk vdes. Shpirti, tjetër. Nuk merr fund, e kam për qëllimin. Çfarë kuptojmë dhe nuk vdes. Edhe xheneti dhe xhenemi nuk marrin fund, ta dini. Sot ala funksionon edhe xheneti, edhe xhenemi. Ne nuk mujna me perceptu dhe me kuptu me ato parametrat e logjikës tonë, se këto nuk matën me logjikën tonë, edhe këto na e besojmë. Edhe kush nuk zhduket, edhe arshi i Allahu xhaleshanu. Këto i ka përmend Ibn Qayyimi në një libër ku e ka përshkruajtur poezinë lidhe me këtë fenë Allahu xhaleshanu. Çka ka lidhe me fenë e ka përmend me një libër në formë poezijës. Edhe i ka përmend këto gjëra. Edhe për këto ka sjell argumente dhe fakte, mirë po tash mu nuk më kujtohen argumentet, mirë po kanë bazë këto që i thamë tash. Imani është konstant? Imani është konstant. Po në tregova që thash imani shtohet me punë të mira edhe paksohet me punë të këqija. Nuk kre, gjithmonë konstant, po? Lëviz, batica dhe zbatica. Argument është se keni ndëgjuar hadithin që quhet hadithi Handales. Më në men, hadithi Handales, një ditë ky sahabi ju ka dalë jashtë dhe ka filluar mi thon vetes, unë jam bë munafik. Aleikum salam wa rahmatullah. Ebu Bekri në ato momente ka dalë, ka ndëgjuar, ka thonë, ja Handale, pse i thu vetet munafik? Pse i thu vetet munafik? Thot, ku mos me i thonë vetet munafik, kur jemi në tubime dhe ndetje me Resulullahin alayhi salatu wassalam, pejgamberi Allah na tregon për xhenetin, dhe xhenemi sikur se me pa, neve na shtohet imani. E kur kthehemi në shtëpitë tona, duke net me gratë dhe me fëmijët tona, disi imani lëviz. Edhe kam frikë mëso kjo shenje nifakut, munafiklukit. Thotë Ebu Bekri, subhanallah, po dhe unë e kam njëjtën hall. Edhe shkojnë tek Resulullahi alayhi salatu wassalam. Ai ka qenë mik i asaj kohës pejgamberi Allahut. Edhe tregon, kështu ja Rasulullah, kur vimi tek këna për tubime mëxhlise, na shtohet imani. Kur kthehemi në shtëpitë tona, disi na duket vetja sikurse jemi mba munafika. E i thot pejgamberi Allahut, ja Handale, me pasat imanin dhe besimin, kur jeni tek unë në përtubime, njësoj në shtëpitë juve me gratë, kishin zbrit me lajkët, edhe ju kishin përshëndet për dore. Mirë po ja Handale, sa. O Handale, çast, moment, ki rast e momenti që i imani ki të lartë, mashallah, ki momente i demoralizum, ki qast e momenti ki vullnet, ki ambice me bë punë të mëdhaja, projekte mëdhështora, dë njerë bash pasiv, ka plogështia, nuk mundesh me bas nafile sunet, me zi valfarzit dhe lodhësh. Ky hadithi është për argumenteve se imani shtohet edhe paksohet. Argument më i qartë, po në qoftë se nini na për mezhliset e pejgamberëve, çka u bë ka imani? Po ju këtu edhe ju keni vërejt. E ndodhi edhe kur vini na për tubime, ku fohet për fenë Allahu xhaleshanu, ku ka tregime dhe ka mezhlise dhe ka derse. Pse për qëllim na për derse të xhallarëve. A i ndjeni veten juve se ngritni shpirtërisht, morale, imani? A është ashtu? Po nëse ktheheni pastaj te shtëpiat e juve, a e keni të njëjtën iman sikur se këtu atje? Pse? A dinim pse? Po tash po foli globalisht, ndoshta mos prekat asnjëni. Shumica e familjeve kena në adopt, apo? Nanat e tona dhe gratë tona se kena.
O djalë, kretë dhe kam bërë shtëpi vetëm ti kemi të pa shtëpi. Kretë në biznise vetëm ti kemi të qëqanë. A ki pa? Çka të nxit familjet e tona? Po çka na stimulojnë? A po bëni dash? Mas andaj dhe imani, këto na çka ju tregojmë. Na këto parë nuk shpërndajmë, ta keni qartë. Pit tash, ai që niset për këtë qëllim ka dështuar moj, ka up zero. Kështu ka falimentu. Këto nxitje, stimulim, xhenemi, a ngritja e imanit, moral, sevap, projekte madhështore. Kështu këtu e atje prej këtu bëhet obligim, çdo kush për juve që e merr vesh se na për të me shtot imani e ka obligim me prezantuar për mexhlise. Nëse rrini për vende ku e shihni se ju ka rroj imani, e keni obligim të largoni edhe ta bojkotoni ato bima pa atë mexhlis. Kjo është një për argumenteve. Edhe pse ka shumë argumente në Kur'an që imani shtohet edhe paksohet, ha? Allah i përshkruan besimtarët e mi thot, besimtarët e mi janë ata të cilët idha tutla alim ayatu zadatum imana. Besimtarët e sinqertë të vërtet janë ata të cilët kur ti lexohet atyre ajete dhe fakte dhe dëshmi të gjalla fjalët e Allahut, ju shtot imani. E kuptova? Pas edhe ditë çdo njeriu që shet një gjuna i bat në pikën e tij, pikë zez. Edhe kështu, demek imani shtohet me punë të mira, edhe paksohet me punë të nuk është me një vend, është gabimi disave që kanë thonë se imani rrim me një vend. Jo, nuk rre asesi. Edhe jeta njeriut nuk rre. A mund më kanë gjithmonë të me qenë gjithmonë me një tempo? Jo. Ka momente qaste që ti ban vaki, mashallah, qëfar vrulli ki, qëfar entuziazë ki, po? Snarësht, në një javë, 2 javë, abe ti nuk lënë vajib, sunet, mustahab, vetëm se ban. Ka disa momente, bjen poshtë. Të na i thoi një fjallë popët, pak ta marrë, midi, si ilustrim, pak si pasurim, zdo të nëhalë zë e ka dëni. Kjo nuk mirë bashkë bukë faliti, ama ka dishka të vërtet. Sikur se rasti këti, sabio. A e qartë, Haxhi Mustaf, nuk rrimë reve, nësë njerë. Disa pojnë që shejtani nuk të në gjami, disa pojnë që i henë. Shejtani e në gjamia, nuk e në gjamia. Ju e dini hadithën Resulullahit a.s. që ka pas zakon dhe tradit, gjithmonë kur ka dal imam në mihrab, e ka pas zakon ju ka drejtu shokët vetë. Drejtoni safet, nëse drejtimi safet, plotësimi safet që është pjesë e namazit, Allah nuk i shikon atë safin që është imam, rahmeti Allah. Nëse, disa të sëmiti ka hanë, mos teni zbrastine pra ju e se, futët shejtani. Edhe këto e nënkuptojmë i bukë falë, duke mos bëj interpretime apo të ujlate se shejtani nuk prezenton çdo vend shejtani. Shejtani prezenton çdo vend ata dhe në trupin e një njeriu që e dini që qarkullon edhe të të enë të gjakë e njeriu. Edhe këtë hadith pejgamberi ka thënë vërtet shejtani depërton tek ju në mbrezinë e gjakit që qarkullon. Këtë fjalë ka thënë pejgamberi Allahut kur një ditë ka qenë me gruën e vet në Safijen, ka dalë mbrëmje, ka marrë Safijen me përcjell te shtëpia vet. Duke ecë gadale, kanë qenë një 2 sahabe. Kur kanë pa pejgamberin Allahut, kanë mendu, ju ka ardhur disa mendime nga shejtani cytje, kinse pejgamberi Allahut është me ndonjë gruaje tjetër. Edhe sikur që kanë qenë duke ecë ngadal, kur kanë pa pejgamberin Allahut në një gruaje, duke supozuar kishte mos dikush tjetër, kanë filluar me ndryshu ecet më shpejt. Pejgamberi Allahut e ka vërejt. Edhe duke rafë kanë ndaluni. Thot, kjo është Safia, gruaja ime, nga se ka qenë me peqe, me një kap. Kjo është gruaja ime, ka thonë. Thot, po e dimi ja Rasulullah. Dhe me shejtani ka thonë, qarkullon. Te kjo, si kurse gjakim, nuk nalet. Nuk në pushone, nuk lodhët. Na po lodhëmi. Një projekt, 2 projekt, mashallah. Pastaj, një javë ditë muhabetin ja bajmi. Edhe mo nuk qojmi mo, atë njerë, banvaki disa prej tyre, me mujtë të mbjethin në telefon. A je bej gatshëm, me ardhi shka me sakrifiku? Eja, gjithmonë una. A vetëm mund kene, këshire, vend më kënaqem me thonë, elhamdulillah që Allah ka zgjedh mua, këshire, Allah po më shfrytëzon, ku, në arenën e Davetit, ki përkundrazi e kupton keq. Këshire, shejtani nuk nalet, edhe plus argument se me të vërtet shejtani edhe këtu ka isat në xhami. Ai mundohet, e dini mas hadithin, shejtani i ban cytje, kur thot ezani, hik shejtani, përfundon ezani, shejtani pet afrohet, kur thiri kameti, pas të largohet, përfundon i kameti, i afrohet shejtani njeriut në namaz, atë shumë, e trondit dhe habit dhe befazon, sa që njeriu habitet namaz, ku kefët. Sikur që është kanë duke falë, elhamdulillahin, i shkojnë mend Allah alem, në për tregtie pa biznes. Prej ka e ka këta?
Shejtani. E tash ndoshta lidh pyetja më shumë atë, a be me qenje, me trup, kjo polemik sikurse a thua vall, shejtani e ka bocitë, ka qenë mëna, xhenat as ka qenë. Kjo është një debat i madh që ka përmendur Ibn Qayyim se disa thonë, jo i ka bocitje nga jashtë shejtani, dhe ademet. Se më të më bën nga jashtë për premena, me një fjalë shejtani prezanton edhe në xhami, edhe në tubime, edhe në mexhlise. Ai mundohet maksimalisht më të largum. Kemë dëgjuar në mendim tjetër të që ka thënë që së prezenton? Një moment. Jo, po ishme një debat me do vllaznia dhe disa thënë, jo, edhe së më shejtan, xhamia, shtëpia e Zotit. Disa thënë, e di çfarë. Pse kush mund më ndalë? Aja është Allah na rujt, a'udhu billah. A'udhu billah. Çfarë po njerëz me kanë më të koncentruar në namaz, diçka që namazin mekanikisht nga namazin është domethënë jemi Po është pyetje me vend. Pyetje me vend. Si me fal namazin edhe ti je i koncentruar në ato momente ku je duke fal namaz, më kanë me të vërtet i drejt me Allahun, duke mos ja kthye shpinën apo mend apo koncentrimin jashtë namazit. Allahu xhaleshan Kur'an kur I lavdron besimtarët e ka përmend me çet karakter. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatin khashiyun. Kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët gjatë kryes namazit e falin me frikë respekt. Ibn Qayyim ka përmend 5 kategori të njerëzve në kryen e falit namazit. Ka thonë nuk janë këtë në drejtë. 1. Shikon në zonën e vëmendje. 1. Në grupet të cilë e fal namazin. Mirë po, nuk e fal në kohën e duhur. Kur e merr abdesin, nuk e merr me përpikshmëri. As nuk e fal në kohën e duhur, as nuk e fal namazin me vaxhipe apo me farze dhe me ato. Po vetëm si zakon. Çu ke një herë, çu ke një herë, çu ke do të dënohet thotë Ibn Qayyim. Edhe pse fal namazin, shka met për ata të cilët nuk e falin namazin. 2. Një person I cili vjen me marr abdes. Shëra, vjen me marr abdes, e merr abdesin ashtu siç duhet, me farzet, me vaxhipet, me sunetet. E fal në kohën e parë, nuk e zvarit, nuk e bën me lën kaza, sikur që thot populli, jo në kohën e parë, kur thet ezani, mirë po kur ti me fal namaz, ky nuk është I koncentruar. Ky I ka mend të tërkon. Çu ky një do të pyetet para Allahu xhaleshano. E ka fal, këtë që duhet, vetëm se s'ka cili koncentruar. Allah I ka më marrë në pyetje këta. 3 persona të cilë e merr abdesin ashtu siç duhet, me farzet, me vaxhipet, me sunetet, nuk le mang asnjëherë, e fal në kohën e parë, me xhamat. Mirë po ky njeri kur t'i vin cytjet nga jashtë, shejtani, ky mundohet me luftu. E lufton, duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe pshtyn nga namajt. I vjen cyta tjetër repet, nuk e le me hin bashkarisht me los me shejtanin. Ky njerë do t'i falën gjunat mëkatet gjatë namazit. Tash pikë pyetje shikoni vetëm ku një rëngen. A jeni te para, te dyta, te treta. E katërta, një person I katërt I kategorisë që merr abdesin ashtu siç duhet. Me farze, me vaxhipe, me sunet, nuk le asnjë sen mangut. Vjen me fal në xhami, me xhamat, në kohën e parë. E fal me farzet, me ruknet, me sunetet, krejt çka I ka ato rregullat, disiplinën, principet edhe etikën e namazit. Këti nuk I vjen as cytje shejtanit. Ky ka pas rukët, këtë hesab, llogarit. Këtë kalkulimi ka bë moti para se marrë në xhami. Ky njerë shpërblehet. Ky njerë shpërblehet. Pa kategoria 5 tash, I cili merr abdesin ashtu siç duhet. Nuk le mangut. Ky kohën e parë, me xhamat e fal. Këtë farzet, vaxhipet, ruknet, sunetet. Këtina nuk I vjen asnjë cytje. Ky kur fal namaz, këtë pjesë gjymtyrët e trupit e ka ndërzuar Allahu xhaleshano. Nuk fal vetëm ky, edhe veshi falet, edhe syni, edhe zemra, edhe ndjenjat. Kësi formë namazit e ka fal pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj ka thonë për këtë fal namazit, hubbiba ilaykum min dunya nisa wa tib. Ma shumë që kanë ndesh nga dynjaja, gratë dhe miskun. Kur tham gratë e veta, jo gratë e uja. Mos keq kuptohemi, se ka pas më shumë se një gra. Më shumë që kanë ndesh nga dynjaja. Kënaqësinë më të madhe kanë pas ku? Te gratë, edhe parfimi, aroma, misku. Mirë po, gjulet e qurra'at ayni fi salat, nuk ka bë kënaqësia më e madhe kur një kënaqësisë në namaz. Kur ka I namaz I ka rru këto gjana. Ama çdo namaz kategorinë e 5. E tash për ashtu pyetja. Si me fal namazin në këtë formë, me këtë koncentrim? Ka shumë elemente.
Njëna për tyre t'i fleq vetës para se mirë namaz, mi thonë, kur ta fash namazin, sikur që pejgamberi Allahut ju kalon shpesh mesazh sahabëve. Sallu salaten muwaddi'. Falë namaz lemtumirës. Sikur se tash të folacin, pala ki ymër me fal namazin e sabahit. E fal namazin e sabahit me atë niyet, me atë bindje se nuk e dija do të kam shans, edhe mundësi me fal namazin e drekës. Ky element tani mund tyje. 2. Para se marr duhet një 15 apo 20 minuta ti duhesh ta pastrojsh pak veten, nëse ke qenë për aty të çet ke punu ndoshta me pjesë dunjas. Bash dhikr, bash istighfar. Është e pamundshëm tash tu mund na me kritiku të rriton. Është e pamundshëm ata të cilët para vi namaz tu thirrëzoni. E kur vjen bisedon jashtë, edhe kur vjen tu në një kamet me xhamatin, akoma vazhdon bisedim që ky njeri person nuk më merr menja që çkimot me fal namazin me frikë respekt. Ty du të mu trajnu, me ba treningin, a e ki pa e sportisti, a e nuk kinë me njerë në teren, në arenë e futbolit me lujt. Po çka ban para se me im? A ban? Çka ban? Po nxefët, ban ato trajnimet. Pse? Se nëse nuk i ban trajnimet, çka i ndodh atina? Ndezje. Na çka i thojmë? Zapalenje me gjën tona, po. Edhe vërtet ka ndezja. Është realitet. Duhet treninge, apo? Po thuj se njëjtë është. Jo me namazin, me këtë ibadetën. Jo rastisht kanë ardhur Ramazani për shembull. Ja për Ramazanin. Para Ramazanit, çka? A ka qenë zakon që Resulullah në muajin Rajab ka xhiru pak më shumë. Në Shaban më pak. E ka bët trajnimin që kur kyçet në muajin Ramazan, pak me pas pak hisë që ka bët disa adhurime të xherimit. Nuk i duket një kështu surprizë. Ramazani dhe pastaj 16 orë, 18 orë s'mund të më përballu. Ashtu ndodhet me namazin. Para kohë, të vish 10-15 minuta, lezo Kur'an, ba dhikr, ba istighfar, këto të animojnë. Pastaj, fale namazit, sikur që ka qenë të selefi, njën e selefit ka thonë, kur fale namazune, e mendoj, në gjatë kam, me lashën e vdekës, në majtë, to që mbojnë logarit, për para, thot Allahun. Përmen, shumë do elemente, sa që njëni ka thonë, ti fale namaz, edhe ban këto biseda, ka thënë po nuk janë biseda. Këto mua më animojnë situatën që jam i sinqert namaz. E ai cili i merr këto shkaqe, këto elemente, këto mekanizma, besoj që i kanë fal namazin me frikë respekt. Nëse këto, për shembull, edhe më të mirë ka përmend Ibn Qudam al-Maqdisi, një dietar ka thënë, shembull njeriu i cili do me fal namazin ashtu siç duhet. Mirë, po nuk e ka pastruar terrenin para kohe, i përgjon sikurse njeriu i cili do është i lodhur e do me shku me flet me një kopsht, bache. Edhe është ullë me një dek të fleje. Mirë, po në atë dekën ka shumë zoq, edhe bojnë zhurë. Ky thot mundohet me flet, mirë, po nuk e lajnë zoq. Ky çka du të me bë ky? Ky ose du të me ndru venin, ose me prej druni që të largohen, me pastrun. Ashtu e njëjtë thotë. Ti e pamundshëm të fol për dunja, fol për biznise. Edhe mirë nuk kiç namaz, ta thosh namaz me frikë respekt. Jo, ti ket në ato momente çarkullojnë mendimet e biznisit. Ose ka sjell një shembull tjetër. Për shembull, thot ti fol namaz, mirë po lat vin cytet e namaz. Edhe mundosh me thon a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe pshtyn 2-3 herë, akoma vazhdojnë cytet vetë e shejtanit. Si më largu këto, thot kjo i përngjan sikurse njëri i cili ka me veti disa kese edhe me mish. Edhe ka kocin të mishit, edhe ka arë paprit mas i ka arë qeni. Dukani qenë, e qeni ka nuat. Kanë e ka nuat? Erën e mishit. Ky çka i thot? I thot ma gjuhën e kafshëve. Si e cek minatën qup, me dëbu. Thot ai nuk largohet. 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë. Pse nuk largohet? Thot e ka nuat. E si ka shansa thot me largu? Duhet me aqit mishin, nga sa është ushimi atina. Edhe ti, kur je duke fal, që ban sy e thuat disa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, e pet vjen sytë shejtanit. Dhe pse? Se këtu është ushqimi i shejtanit. Këtu ki aset, këtu ki xhelozi, këtu ki dunjan, e ki lakmin. Ai ka nuhat për lak. E ti duhet me pastruaj, nuk vjen tyje. Nuk vjen. Ibn Abbas kështu ka thonë. Pse shejtani i ka thënë Ibn Abbasit nuk ken tek jaudit, ka thënë a ke pa ajduti me të shtëpia shprast? Ku i ajduti? Ku ka mall? Është ashtu. Ka ndogju se ke shtëpi ka ari, edhe jam syn. Edhe shejtani vjen te njëri mirë. Deri kur? Derisa çka? Kush pe sfidon? A ti si besimdar i sinqert apo ndaj teje? Kur e shes se ti vendos edhe maj me ty më i qeron e sapot. I ban ato në shkrimet, ama her pas herë të lufton.
Këto të ndihmojnë shumë. Sidomos një 10 ose 15 minuta para thirrjes së sezonit mush me ardhi. Edhe ba dhikr, ba istighfar, ba një 200-300 istighfar. Kujtoj botën tjetër, natën e vorrit, si kemi fal namazin. Ama normal, nëse në atë moment thirrje zonit i prej dynjas, namaz, kësaj formë namazin nuk e fal. Janë disa hadithe të dobta, ka përmendur Ibn Qayyimi në librin e vet në librin e tij që ka Sharia ka nabdu yakën stain, Madarijus Salikin, në këtë kapitull për khashin ta falësh namazin me frikë respekt, thuhet hadithi nuk ka i vërtet, thuhet se ka pa kënd se pejgamberi Allah te ka pa njërin duke fal namaz, edhe ka lëviz. Ka thonë lau khasha qalb, la khasha al-jasad. Nuk ka që kis pas frikë zemra jote, edhe gjymtyrët kishin pas frikë. A dini pse? Zemra e njeriu i përngjan mbretit. Gjymtyrët e njeriu janë ushtria. Ushtria mund të më lëviz pa urdhën e mbretit. Po mbreti çfarë thon? Në të djavë, në të djavë, në të majt, në të majt. Përpara, mbrap. Edhe këto zemrën e kemi të dota ndaj. Se më kanë zemra mirë, syni nuk shikon haram. Kur ka zemra sinqert, i mshon synit. Nëse do më shikoj haram, si thot Ibn Jauzi, si kam gjikë ka, i mshon synit, e ul kryen. Ama zemra kur e do, edhe i shlon këto, ato të gatat, si i thoni jo? Ato blicat, çkur ato të gatat. Ama kjo është e vdekt. Andaj dhe lëvizet. Nëse ka frikë, edhe gjymtyrët i nënshtrohen. Demek, mosh duhet parakue me kultivu zemrën me punë të mira, me ibadet, me istighfar, me dhikr. Edhe her pas here, duke lexuar Kur'an, atëherë kemi pasë për njerë, jo, aja nuk kipet me njerë, mirë po, në vazhdimin e kësaj duke trajnuar kemi pasë fillon namazi, çka? Me marrat formën e vet. Kur ta merr formën e vet, kemi një kënaqësi. Është interesant. Na nuk kemi shiju, edhe këto çfarë më thon, jo që kam shijune, po fjalët vetëm janë të transmetuar dietarët e selefit. Se ata kanë shiju, edhe ata kanë hisë më shumë me folë se na. Mirë po çka ka nevojë të njerë edhe vetes më dhon pak gajret, më dhon ngushëllime pak hajde se mujmë edhe na me arrit. Ibn Qayyim thot, nëse robi arrit her pas here me ndrejt zemrën e vet, që kur ta fal namazin, ta fal me frikë respekt, me sinqeritet, me atë formën e mirë, ka thon kënaqësi, asi kënaqësi të madhe ka me qajt për ditët e kalume. Pse deri tash kanë falë si namazi. Shijoni keni me thonë këta fjallë. Ama du në me shiju këta. Kjo nuk ka vetëm me thanëve. Se detyria është 3. Ka detyria e gojes, vetëm duri, ka detyria e syrit, ka detyria e shijimit. Nuk ka shenjit më thonë dikushej. Tash mo trileqa e ka atë formën e mira, pa mbërësira. Aji që ka është trileqa. Ai, fillon më ta përshkruj tyje, sado që ta përshkrujn, ti shka, vetëm ki një orim bja ta. Fillon tash më ngrit banal. Duke kalu rrugës, qaj që të ka kalzu, a shena bërtore, që kësoj thënë të rileqës. Tash mo, u avancove në dituri. Mirë pa lo ma mirë, kur ta provash kur ta aish. Atërë mo, ti folesh janë, atërë mo, s'ka nevoj. Kur qëkojt në prambëltore, vetëm ke mangër të rileqës, e kish ju. Kur ta shijojmë namazin, ashtu si da, atëre na nuk ka shansa atëre me zgjidhje që tërsen. Por pas mi po na ala akoma nuk përmend atë duhet shumë avancu. Me kalu sikur se shkollën fillore, të mesmen, fakultetit, magjistraturën, doktoraturën, dekan, mu bë akademik. Do të më konë akademik në ibadet, desh më rrit gradën që me shiju kënaqësit. E kënaqësin me shiju ibadetin është kulmi i ibadetit. Mos shijimi i kënaqësisë i ibadetit mund me qenë edhe dënim, edhe zemrim nga ana e Allahut. Men, nëse njerëzit nuk shijojnë kënaqësi dhikr, nuk shijojnë kënaqësi namaz, nuk shijojnë kënaqësi davet, nuk shijojnë kënaqësi Kur'an, nuk shijojnë kënaqësi me çajt për Allahut. Me një fjalë, në adhurim i ibadet nuk rrin kënaqësi, është shenjë dhe simptom. Pash është shenjë dhe simptom. Ky person, Allah është zemëru më ata. A do një argumente? Ka qenë, thot Ibn Qayyimi për një njeri cili, edhe ban të ibadet, edhe ban të gjunohe. Edhe ban të ibadet, edhe ban të gjunohe. Edhe ka thonë veti, subhanallah. Unë e fali namaz, apo unë edhe baj gjunohe. E Allah nuk po më dënon. E ka mashtru vetën. Ka mendu se do të mashtruj Allahun, e ka mashtru vetën. Unë e baj gjunohe. A më në spesho pasojnë e gjunajt, s'po më dënon Allah,
Ibn Qayyim ka thonë subhanallah. Këshirëve si ka guftu gjatë, se na s'kishme mujtë me thonë kësi përgjigje. Thot, kur ka pastaj Allah i ka thonë, i ka ndëgju këtë fjallin që i ka thonë Allah Gjereshanu, Allah i ka thonë, more filan o biri filanit. Unë jam duke dënu tyje, po ti nuk i e duke kuptu. Thot, se thot, a e ke por kur ngritesh me falë namaz, thot, nuk një knatësi namaz. Thot, po, kjo është dënimi jam. Nuk o pojnë vetëm mi falë namazet si mekanik, si rruti. Zgjohu hunxhu. Pojnë të qëndër të, qka? Kvaliteti. Ta fash namazin me frikë respekt, me sinceritet, duke mos posis asëriaja, asu e facia. A e kuptove? E që kjo më të më kanë, se shumë për njerëzve nuk një kratësi. Ma shumë kratësi ndimin në haje, në ndëgjënë me të madhe, mashallah më karë lezet kjo shqim. Që kjo gjellë, mashallah sa mire pas ka ba. Mu notë far fjallë, miradije, i qenisat të fjallë. Thujve dhe në këto fjallë të njëtat për namazin, për Kuranin, për dhikrin, për istikfarin. Thuj këto, a mos më thu, ti më shmi thona me i thu si formalitet, se du të me shiju, e ati ki shiju. Andaj më shumë në nina knasi dhe shemte, të plashka e dunjas, haja, pija, nuk nina knasi të adhurimi, badete. Allah i gjallë në njallë zemrat. Se do të me njallë zemrat, pas të me një knasi. E nëse nuk i kemi njallë, du të me lutë Allah në Gjereshanu. Se Allah i ka mundësi dhe fort, që dhe muna rinjallë zemrat. Ju dini hadithën e pejgamberit, dini se ka thonë pejgamberi Allahut, imani vjetrohet tek ju në mbretësinë juve, sikur se vjetrohet kush? Petku, tesha. Fas'alullahi yujaddida imanikum, lutna Allahun Gjereshanu më jarri për 3 imanin. Ka nevojë. Ka njerë do pëso me thuj o Zot, më ban pak ma gjallë, ma aktiv, ma vigilent. Jo marë namaz, vetëm se kështu me kalu. Si është aja fjale e poplit, ajde falë me ma shpet, a ikme qëtë galen. Ndërsa e kundër të tek, Rasulullahi a.s. që ka qenë? Që ka thonë, ja Bilal, erhina bis salat. O Bilal, në relakso me namaz, në këna, që ki pa që dolin dikush shëtitje, mu kënash me ratu, të raqëllëk, kënash në namaz. Të na e kundër ta. Allah në përmisoft. Ka në pyetje tjetër? Edhe këtë pyetje se përfundojnë, ma shumë se ma do t'ike. Pse dikush e kundërshton Sheh Albanin? Nuk e do. Pse e kundërshton dikush Sheh Albanin? Ata të cilët e kundërshtojnë Sheh Albanin, ata ose janë gjahilja, ignorant, që nuk ja din ku drejtën, vlerën, peshën, ogjës, Sheikh Muhammed Nasr Albani, rahimahullah taala, ose dytë janë hasedxhi, e xhelozojnë. Edhe kjo e parë, edhe dyta janë shkak që njerëzit ju bëjnë zullum o xhallarëve dhe dietarëve. Sidomos kalibet Sheikh Albanit, alayhi rahmetullah alayhi. Ata kanë xhelozu shumë, se ka arrit shumë suksese që nas këna arrit. E ke pa ata që janë dembele, kur zdin, arina për qoshë dhe gjujnë me gure. Se s'po mujnë me mri ata. Kështu e kanë xhelozu Sheikh Albanin. Në nuk thënë që është i pagabushëm. Bëj pagabushëm, vetëm Allahu Gjereshanu. Nërsa njerëzit gabojnë. Mirë po, mbet Sheikh Albani, si dietar, sidomos në shkencën e hadithit, ja kanë dhënë dorën të gjithë. Kreti kanë thënë se ky është dietar i shekullit në shkencën e hadithit. Andaj, ose është ignorant, ajo është jahil, nuk e nje ogjën Sheikh Albanin, ose e xhelozon. Njëna për këtyre pa tjetër më kanë. Qeta s'ka. Nuk më menë që është më i dishëm sa edhe fol keq për Sheikh Albanin. Vetëm hizbetin edhe shërbimin që e ka bë hadithit, mjafton na që mi qu rahmet në çdo minutë. Ku dëgjojmë thon rahmetullah alayhi. Allah i mëshiroft. A di që ka punu këtë çdo mos e shkencën e hadithit, duhet më ka njëri i cili ka tenafus, i cili ka shpirt konkurrencë. Jo, ai shpirt debel nuk ka hisë me punë hadithin. Sa hadithi me të vërtet le burr. E Sheikh Albani shumë i ka bërë shërbim i zmet hadithit të Resulullahit alayhi sallam. Sidomos në kohën e vet ku ma hadithi ma pat hubba. Jo që ka hub, mirë po nuk ka qenë në mesën e ku ka qenë Sheikh Albani më përdor me të madhe. E as mos flasmi klasifikimi apo selektimi hadithit daife, hasan, maudhue, i shpifur kështu me radhë. Andaj hasedxhit. Argument hasedxhit. Imam Bukhariu ne ka xhelozu sikur se kanë xhelozu Sheikh Albanin. Imam Bukhariu njëri ka xhelozuar shumë, një koleg, sidomos monin men, dietar që kanë me një rang, edhe janë mocalik, shumicën e rasteve, nëse fole keq për ata, shumicën e rasteve xhelozojnë.
E ka thonë një fjalë Imam Dhahabiu, Imam Dhahabiu ka qenë dietar I cili më smiti ka ditë mi vlerësu njerëzit. Edhe ka pas mundësit, I pahançëm, s'ka mojt anë. Ai ka thonë një fjalë, kalamu l-aqran yutwa wala yurwa. Fjala që folin mes veti, mes mocalikëve, njëri tjetrin që ofendojnë, thot duhet fjalët e atyve, çka? Të mbështidhen me një vend e asaj si mu përhap. Pse? Se shumë I cara folin nga xhelozia. E xhelozon hoxhën tjetër edhe I fol me anë kon. Kjo ka pasur në kohën e selefit. Mos flas me tash. Kohën e selefit. Thuhet për shembull, Ibrahim Nakhiu e ka xhelozu thuhet për Ebu Qatada, një fardietar në kohën e tabinëve. Ama se ka xhelozu direkt po indirekt. Kur dikush e ka përmend atë hoxhën, pranin e këtina, ky për me përdorat xhelozin ka thonë, nuk ka pas kur diturin basar. E ka pas për qëllim për ata. Kështu e përmendëm edhe dhëbidhët. Allah I mëshiroj thot se ka shansa me pas xhelozi. Përveç pejgamberit Allah që Allah I ruan. Al-isma, isma është një veçori pejgamberëve që ato janë mbrojtur nga ana Allah xhaleshano. E Imam Buhariu e kanë xhelozuar njëri kohën e vet. Saçi ka thonë Imam Buhariu nuk di, është ignorant, s'de as më fal namaz, ka me të tregu hadithe. E Imam Buhariu ka ibn për ato kursiyat, në për xhami keni pa ato? Si karika që rinë o gjallar që spjegojnë, e ka ip edhe ka tregu hadithe me mia, ndërsa s'ka posas kime në ftyrën e vetë. Kër kanë dëgju Imam Buhari, ka thënë një imam, kanë thënë për tyje që ki filani, biri filani, se ti I ignorant, ti nuk mërvesh, ti nuk di. Ki ka nuatë, djetarët e mirë, sinqert, e nuatin, kush fol me sinqertet, kush fol me xhelozi, kush fol për inati, kush fol me akmari. Edhe ka thënë, nuk ka problem. Kër e ka taku ata, e ka thënë, o filan, kam dëgjuar se ti ki thonë për mua se unë e s'di asgjë, e as nga hadithi, as që di mu fal namaz, I ka thonë, a do më të tregu ma shumë se 500 hadithe që folin vetëm për formën e namazit. 500 hadithe vetëm për formën e namazit. E ka unë që kokën e ka nisë me qatë, ka thonë, me të vërtit ka thonë, nuk të urejnë tyje, vetëm a I cili ka xhelozi, unë e kam po xhelozin dhe I të jërët. E ka shpalos. E nuk I xhelozon, sidomos ulemat e hadithit, përveç ata që kanë haset dhe xhelozi. Allah inshallah vajek nga zemrat e tyre. Edhe I pasan, ata që kanë xhelos, se të mirët nuk xhelozojnë, ata bëjnë gara. Me ka që përfundojmë se unë jam edhe me një vend dykun tjetër jam me një qështu me gjlis kam, me disa nxënës kam kurs. Allah është përbleft, Allah inshallah na pasuron me detyri dobishëm, ata shka I kemi arru, Allah na rikujton. Ata shka I di me veprojmë edhe, e zbatojmë jetën tonë përditshëm. Allahu na zbar ftyrat, na det ku shumë ftyra do të nxjihen, na det kur nuk van dobi as pasuri, as malli, as pozita, as karriera, përveç ai I cili vjen me zemër të pastra, me punë të mira. Allah është përblej për ndëgjimin, alhamdulillahi, rabbil alamin. U desh Allah me vetë, po ju nuk e di pse. Qëra sot s'pas ka pas. Sigur se me pas marrë vesh xhamati se kam I pyet sot temën, edhe s'pas ka marrë xhamati.